Pra ta shpekupton që as ti nuk dosh me bo hajgare me neve, me këtu banderolat hamamit. Me neje pak duken, falë me ta, a i të kalëzën kushimna. E kuptova. Atëherë po e lajna me kaq këtë punë. Ju punës t'juve, unë punës teme. Po bojemi si kur s'ka ndodhë kur gjo. Kaleni mirë. Ku përshkon? Sa e nesë muhabetit, hala s'falën për çmim. S'kem qa diskutoj ma shumë. Nuk jam interesun për borna. Thash po e laj me kaq. Najna të interesun me shit bonat. Për shta dhe jem këtu. Djem, punë e banderolla nuk më boj gore. Mllaki ka falsifiku banderollat. Mishteria e mësu me ato banderolla. Kështu pa të unë nuk kam qysh i shes. Kështu që po e laj me kaq këtë punë. Këtu borna nuk kanë banderollë, as kur s'kanë pos. As laki, as kërkush nuk në gjetë banderolla. Ma ti mjena me këtë punën. E di mirë qa po flasë. Edhe na e dina qa po flasëm. Po besoj që s'ka nevoj me folë për banderolla, mo. Ma mërmenja që keni i për lakin. Kove të fundit nuk po bëhet i gjallë. Diçka i ka ndodhë. Diçka e ngjajshme si dukes. Plus njëri ti këtu me neve, dur të ledhë tha. Edhe llakin jo? Nashta, po nejse, flasim për biznes tash. Sa pare më na blejnë dozat? Nuk e di. Sa po e shit një? Qysh nuk e di. Ti mirë është me këtë punë. Ti në jep çmimin. Sa? 600 euro dozën. Gam, shumë e thjesht është kjo punë. Ti vazhdo me punu me bana me pakic. Na vazhdojmë me punu me shumic. Ti blejnë prej neve, edhe gjithçka ka më shku mirë. Ti bosh i fuqishëm. S'ka laki mo, jena veç na. Na nuk shesëm me pakic. Na shesëm veç ty. Veç ti e ki produktin. Edhe je pa konkurrencë treg. Marrëveshje e mirë, a? Po e mirë edhe lehtë po duket, po. Ju një tri këtë tregut jam. Nuk e di akon siguri. Prej kujt? Laki s'është. Kush ka më na pengu tjetër këtë punë? Në rregull pra.